sot janë anash në Partinë Demokratike. Unë mendoj se kjo është një kontingjent që duhet të involvohet drejt për drejt. Që duhet të dalin drejt për drejt në teren dhe qytetarëve tani atë dogmën 20 vjet shkatrim t'u demonstrojnë se ishte një mashtrim që solli Albin Kurti me stisjet e propagandës tij që financohet nga burimet dyshimta. E kam thënë folturën e kuvendit dhe po përsëris. Ka qenë vetëm një moment kur e marrë 20 milion euro vlerë në rubla në Stamboll. Dhe askush s'ka bërë hetim këtë drejtim. Pra këtu është çështje inteligjente, unë kam kërkuar edhe në folturën e kuvendit hetim të FBI, jo vetëm formës së ardhes se të bëjë kësaj propagande, por edhe të përcjellësit dialogut dhe marrëveshjeve, sepse ka një degradim statusit Kosovës. Sot po kthehemi edhe nga ato marrëveshjet slitet më për Brukselin all in one ku ta diun. Tani jemi brenda detyrimeve ndërkombëtare të planit franko-gjerman dhe marrëveshjes Ohrit, e cila vën Serbinë në supremaci, e cila kthen Serbinë me tërë influencën e saj në Kosovë dhe në pengimin e Kosovës ecës përpara. Rrugët e Kosovës drejt Bashkimit Evropian sot janë të mbyllura. Leni këto provat me mershin atë letrën në dorë, kishte po qenë në Këshill të Evropës. I dhan territore objekte religjioze, gjëja në ekzekutuan vendime që janë majtur në kontest që sa vite, jo që s'kanë mujtë edhe qeveritë e kaluara, edhe s'kanë pas presion. Por janë majtur në kontest kanë qenë kompani private që janë lidhur me ato toka, ky erdhi i ekzekutoi për shkak për një letër që dërguam e që s'çoi askund. Kosova prapë është në geto, sepse po harrojnë se jemi në proces dialogu dhe një shtet që është shputur ende nga një shtet që ka qenë pjesë të tij dhe që është shputur me luftë. Dhe që ka disa marrëveshje ndërkombëtare nuk mund të hapë dyrë për integrimin në Bashkimin Evropian. Kjo ka qenë mashtrim i treshës Osmani, Kurti dhe kush ka shërbyer në atë politikën e jashtme të tyre, ajo shfarze të tjerë. Prandaj, këtë mashtrim, Partia Demokratike duhet mobilizoj këtë kontingjentin e personaliteteve kredibile, të cilat e kanë bërë këtë shtet. Historinë e tij edhe para luftën edhe dialogun edhe marrëveshjet ndërkombëtare. Dhe këta dalin në teren dhe të binden këta qytetarë se kjo qeveri dhe ky person është mashtrim, ky është produkt i politikave disa shteteve evropiane, konkretisht Macron dhe Merkel, që kanë qenë në presionin rus dhe mbeten edhe sot. Dhe ky ka ardhur si produkt i kësaj politike ruse për të penguar depërtimin amerikan dhe impaktin amerikan në të gjitha aspektet të cilat i përfshin gjeostrategjia amerikane për rajonin dhe Bashkimin Evropian. Deri në vitin 22 këta s'kan pas dëshirë me pasë banë për Evropë. Bas 22 të shtash për frikës dhe kërcënimit të Rusisë janë kthyer prapë në varësi dhe e kuptojnë se nuk mund bjetojnë as BE as NATO pa SBA-n. Prandaj Partia Demokratike ka detyrim të integrojë kuadrat të cilat kanë ende influencë, ende kanë impakt, ndaj të cilëve kanë detyrime të gjithë qytetarët në kuptimin moral të fjalës, për shkak se janë njerëz që vërtet kanë bërë Kosovën këtë që është sot. Dhe unë besoj se do t'i thrasin me mendjes pse kanë detyrim. Nuk është çështje e dëshirës, e vullnetit, e përfitimit politik që mund të thotë dikush. Ne nuk guxojmë të stidohemi nga propaganda. Imagjinoni ju apo çfarë po na punojnë tani. Pse jam më i zëshëm dhe flas direkt, sepse jam ushtarak dhe nuk kam asnjë handicap. Unë jam i parë që kam kërkuar në folturën e kuvendit të futem në filtrat e kësaj byros hetimit, edhe të pasurive dhe të kaluarës. Kam kërkuar i parë të futem nga Drejti Ademi dhe Adami, e deri tek djali me Pirat Berisha të futen në rend. Për çdo sferë. Dhe tani çfarë po bëjnë? Merrni me këto rrjetet e turpës sociale, di çfarë mekanizme këto që funksionojnë me do emra dhe me do shpike që po bëjnë atje, edhe të nxjerrin atje, dika nxjerrin milioner, dika nxjerrin lidhur me udhën, po harrojnë se na jemi pjesë e historisë, na kemi lëviz bashkë me historinë e Kosovës. Dhe nëse Kosova histori suksesit, ne jemi ai suksesi. Ne jemi personat e këtij suksesi. Prandaj, këtu ka nevojë për daljen në teren njerëz me kredibilitet, edhe të Partisë Demokratike, që ta bindin qytetarin se kjo ka qenë një devijim, një stërkeqje e momentit, e stisur nga propaganda, nga qarqe që nuk e duan Kosovën, ato struktura që krijojnë status quo në Kosovë, që krijojnë kushtesë, që nuk zbatojnë detyrimet që janë marrë atëherë ku kanë qenë me interferimin dhe ndërmjetësimin e garantimit e SBA-ve. Ato struktura janë të rrezikshme. E këto struktura sot do të heqen dhe janë në pushtet. Atëherë nëse kanë qenë dikush që ka luftuar kundër çdo arritje të Kosovës, prej Rambujes, edhe pavarësisë, edhe gjitha, edhe aktin e pavarësisë kanë qujtë tradhti. Tani po i nxjerrin disa skena kur ekzekutohet himni i shtetit Kosovës,
Dhe ky kryeminist nuk ngritën kom, të gjithë janë kom ky Renul. Ore zotni, veç Vučići dhe lista serbe kur në kuvend nuk ngritën të bisatash po përpara se ngritën kom kur është ekzekutuar himni i Kosovës. Edhe Albin Kurti. Dhe ata si mendojnë qaj. Atër, si është pasqyra më e qartë që kemi të bëjmë njëri që është rrezik për këtë vend. Dhe le të dalin dikush thotë, ja këtu kemi mirëqenie dhe urdhënoni po pranojmë realitetin. Por nuk ka asnjë fush. Ma kanë marrë veriun atje si Bajrak e bën politikë tyre. Ja, veri livrizë të lirshëm. Çfarë ndodhi tash që gjetën deponi armatimesh atje? Çka do të thotë këto armatime për çështjet e sigurisë së Kosovës? Kush jep përgjegjësi për to? Pra, a duhet dikush me ngre pyetje, kush po i furnizon këto struktura sot me armatime atje? Kush po i organizon këto struktura? Për çfarë skenori përgatiten ato atje me ato armatime? Pra, ku është ajo deklarata e kryeministit Kurti kur s'ka pas më shumë shtet në veri? Apo del kjo si ka qenë vish një kamuflazh dhe ka qenë një balon bash. Pra, Partia Demokratike ka obligime të veçanta në këtë fushë dhe duhet patjetër pa jo çfarë është shqetësuese po ashtu. Është edhe kredibiliteti ndërkombëtar i Kosovës. Pra, një shtet që nuk respekton kushtetutën e vet, afatet kushtetuese, procedurat kushtetuese, është të kërkojë respekt edhe besim atë nga partnerët ndërkombëtar. Apo në arenën ndërkombëtare e flasim atë për procesin integruese. Si mund të integrohet një shtet që s'është funksional? Ju lutem, këto veprime jashtë institucionale, jashtë kushtetuese, janë në përputhje me doktrinën serbe, me doktrinat politike serbe dhe diplomacisë serbe, të cilët kanë rrëmbëtuar vazhdimisht se shqiptarët nuk janë të aftë të mbajnë shtet. Po fatkeqësisht 30 e sa vite tranzicion ende Shqipëria. Shqiptarë në Malzi njëherë qeverisën shqiptarë shqife ku e ka të ndisën. Sot është shteti i dytë serb. Presidenti, kryeministri, kryetari i parlamentit janë serb. Në Maqedoni njëherë patëm rastin të kemë kryetarin e kuvendit, kryeministrin shqiptar. Flite i shqip, sot thuhet vendosi ato fol maqedonisht ose vendosi përkthyesën. Shqiptarët e deklaruan. Tani këtu në Kosovë, nga një histori suksesi, një shtet që i kemi hapur gjitha dyert dhe pritet integrimi, sot jemi larguar dhe konsiderohemi jo funksional. Shqiptarët e bën këtë. Pra ata po i shërbejnë kauzës dhe doktrina dogmave serbe për shqiptarët pa me më shtet. Dhe qytetarët duhet ta lexojnë këtë, sepse ky shtet nuk është ngrit vetvetiv apo se na sjellë dikush në pjatë. Për këtë është luftu, për këtë ne kanë thënë aleatët tonë SBA. Dhe këtu duhet ta bëjmë kujdesin. Komandant, shumë faleminderit. Shumë kënaqësi të kisha në këtë bisedë tani se javë me ty. Përshëndes dhe të uroj një javë sa më të mbarë.